15 vjet premtim të paralizuar, ura e Llokës vetëm do të projektohet, komuna e Sarajit e vetme nuk mund ta ndërtojë. LSDM akuzon qeverinë e Mickoskit se po e fut vendin në borxhe. VMRO vlerëson se LSDM nuk ka kredibilitet të flasë për ekonomi. Shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së mediave, Maqedonia e Veriut mbetet në rënje të lirë për lirinë e gazetarëve. Irani thekson se presidenti Trump duhet të zgjedhë ndërmjet një lufte të pamundur ose një marrëveshje të keqe. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Zhenja. Për më shumë se 15 vjet është premtuar, por deri tash nuk është realizuar. Kjo është historia e turpshme e urës së fshatit Llok. Pushtetet e deri tashme në kohë zgjedhjesh premtonin ndërtimet e saj, por ajo nuk realizohej. Tash, kryetari i komunës së Sarajit ka deklaruar se këtë vit pritet vetëm faza e projektimit të urës, ndërsa sqaroi se komuna e vetme nuk ka mundësi financiare për ta ndërtuar. Jeta e banorëve të fshatit Llok, po edhe fëmijëve të këtij fshati për çdo ditë vihet në rrezik, sepse për të kaluar në lagjen Gjorgje Petrov, ata me patjetër duhet të kalojnë në këtë urë, e cila i ngjason një ure të ndërtuar në shekujt e paraerës son. E sa është e rrezikshme të kalohet kjo urë, do ta shohim tani. Banorët të cilët televizioni Shenja i takoi gjersapo kryente filmime në këtë pikë, thonë se kërkesa për ndërtimin e kësaj ure përsëritet për më shumë se 15 vite, ndonse pushteti nuk e ndërton, ajo ka penguar dhe ka ndërprer edhe iniciativën qytetare, të cilët kanë dashur të njëjtën ta vetë ndërtojnë. Qytetarët e anketuar thonë se gjatë kalimit 3 banorë të fshatit Llok kanë rënë nga kjo urë dhe kanë marrë lëndime serioze. 15 vite kjo ka me të shumë. Kretë rrena, vinë, do bëhet, zdo bëhet, këtë dalaverët, 3 vetë kanë të i komë, kanë rapi pi urin, nuk i kanë rapi. Tu kalu, nuk i kanë të i komë. A i një, sot e sot, ka metën kur konë sa. Po kjo urë është shumë e rrezikshme për banorët e fshatit Llok, arsye pse nuk ndërtohet nuk e dim. Premtojnë, nuk realizojnë asnjë. Se cila parti që ka vjen, ka premtu, ama nuk është ndërtu kjo. Është shumë e rrezikshme, është për fëmijët tonë, se shkojnë për ditë ka kjo urë, kalojnë. Duke u nisur nga ankesat e qytetarëve të kësaj ane për këtë urë, televizioni Shenja ka kërkuar shpjegim nga kryetari i Sarajit Muhamet Elmazi, i cili tha se banorëve të Llokës jo më larg se javën e kaluar u ka sqaruar situatën dhe se këtë vit pritet vetëm faza e projektimit, kurse për ndërtimin e së njëjtës tha se Saraji vet nuk mund ta bëjë. Në planin general urbanistik të qytetit të Shkupit është e paraparë ura e Llokës dhe se jemi në evaluim të tenderimit për projektim dhe se një nga projektet më të para që do projektohen është po kjo urë e Llokës dhe më pas në bashkëpunim me qytetin e Shkupit dhe komunën e Gjorgje Petrovit besoj që do kemi zgjidhje për ta realizuar. Përfundon brenda këtij viti procedura e projektimit. Nuk varet nga komuna e Sarajit, pasi që nuk kemi mjete financiare aq të mëdha dhe të hyra aq të mëdha që ne ta bëjmë hapjen e një tenderimit për urë. Kjo nuk është hera e parë që qytetarët ankohen, por nuk është hera e parë as që politikanët premtojnë zgjidhje të këtij problemi shumë vjeçar, por qytetarët megjithatë mbeten me shpresë se kësaj radhe politika do të qëndrojë pas fjalëve të dhëna dhe do ta rregullojë përgjithmonë këtë problematikë. LSDM-ja ka akuzuar qeverinë se është duke futur vende në borxhe. Sipas partisë opozitare, për 2 vite që nga ardhja e Mickoskit në pushtet, borxhi publik sipas saj është rritur për 2.3 miliardë euro. Ndërkohë ka reaguar VMRO-ja, e cila thekson se LSDM-ja nuk ka kredibilitet të flasë për ekonomi, pasi gjatë qeverisjes së saj e çoi shtetin në prag të falimentimit.
Diletanti ekonomik, Hristian Mickovski dhe VMRO OKG e tij po e ngarkojnë shtetin me borxhe me një ritëm të papar dhe po e shtyn drejt një humnere financiare. Kështu deklaroi zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzecka, e cila ka theksuar se për 2 vite që nga ardhja e Mickovskit në pushtet, borxhi publik sipas saj është rritur për 2.3 miliard euro dhe siç thot ajo, tani arrin në 10 miliard e 774 milion euro, në nivelin më të lartë historik. Sipas Kuzeskës janë krijuar 2.3 miliard euro borxhe të reja, ndërsa nuk sigurohen mjete për rritjen e pagave të punëtorëve. Задолжування само за криминални тендери и богатење на ВМРО ОКГ. Задолжувања за нивните организирани шеми за извлекување пари, за авиони, за часовници, за бизнис мрежи. Ова почитување е криминална власт која не работи за граѓаните, туку за сопствениот бизнис интерес и богатење врз грбот на народот. Граѓаните денес плаќаат од својот стандард, а утре ќе плаќаат и нивните деца. Овој долг ќе го враќаат идните генерации. Kuzeska shtoi se të ardhurat janë realizuar me vetëm 20%, që sipas saj do të thotë se qeveria nuk krijon vlerë, por vetëm shpenzon dhe merr borxh. Kjo është një përgënjeshtrim i drejt për drejt i pretendimeve të rreme të Mickovskit se Maqedonia e Veriut është ekonomia e tretë në Evropë, tha Kuzeska. Ndërkohë, VMRO DPMN po ashtu ka reaguar ashpër ndaj partisë opozitare LSDM-s, duke thënë se partia nuk ka kredibilitet të flasë për ekonomi, pasi gjatë qeverisjes së saj e çoi shtetin në prag të falimentimit. Dhe sipas VMRO DPMN-s, LSDM është një parti që sa ishte në pushtet, shpenzoi buxhete milionësh pa realizuar asnjë investim apo projekt kapital. LSDM vazhdimisht ndjek politika dhe strategji PR-i që bazohen në përhapjen e gënjeshtrave dhe manipulimeve. Ata pretendonin se shteti do të falimentonte, por jo vetëm që kjo nuk ndodhi, por përkundrazi u rritën pagat, po ashtu përhapën pretendime për ardhjen e migrantëve dhe për bllokim të fondeve IPART për bujqit, ndërsa Brukseli konfirmoi se nuk ka parregullsi dhe i demanton këto pretendime. Partia në pushtet ka theksuar se LSDM vazhdon të dezinformoj opinionin publik duke përhapur panik të pabazë, ku sipas tyre pagat u rritën dhe u respektuan kontratat kolektive. Qeveria e udhëhequr nga VMRO DPMN ka ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e pagave dhe kushteve në sektorët më të rëndësishëm, si shëndetësia, arsimi dhe siguria, ka deklaruar VMRO DPMN. LSDM-ja ka kërkuar sot kryeministrit dhe antarëve të tjerë të qeverisë që të mos zvarisin procedurën e ekstradimit të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Partia opozitare vlerëson se Mickovski dhe bashkëpunëtorët e tij po e mbrojnë qëllimisht Gruevskin dhe mbajnë në zyrtar dokumentet e përgatitura që gjykata i ka dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë. Mos ekstradimi ish kryeministrit Nikola Gruevski është bërë shkas që LSDM-ja opozitare të hedhë akuza të reja në adresë të qeverisë dhe VMRO DPMN-s. Opozitarët thonë se Mickovski dhe bashkëpunëtorët e tij po e mbrojnë qëllimisht Gruevskin dhe i mbajnë në zyrtar dokumentet e përgatitura që gjykata i ka dorëzuar në Ministrinë të Drejtësisë për ekstradimin e ish kryeministrit. Tani, ato dokumente janë në Ministrinë e Drejtësisë, kurse Ministri i Znamit, pjesë e tender koalicionit të Mickovskit, nuk i dërgon në Hungari, nuk ka asnjë arsye që të pritet formimi i qeverisë. Institucionet e kanë patjetër të punojnë dhe të veprojnë menjëherë. Nga LSDM-ja thonë se kjo pritje është e qëllimshme dhe se Mickovski dhe qeveria e tij po i japin mundësi Gruevskit të ikë në një shtet të tretë. Mickovski dhe qeveria e tij e mbrojnë qëllimisht Gruevskin dhe i japin kohë që të ikë në një shtet të tretë. Ky nuk është gabim administrativ, por mbrojtje e qëllimshme e një kriminali nga ana e shefit të organizatës kriminale, VMRO OKG. Çështjen Gruevski dhe mundësinë e kthimit e ka përmendur edhe Petar Maxar, kryeministër në ardhje i Hungarisë, i cili në një konferencë paralajmëroi ekstradim të Nikola Gruevskit dhe tha se Hungaria nuk do të jetë fole që mbron kriminal të huaj. Blendi Odaj, kryetari i organizatës Forumi për Ndryshimin e Arsim, ka njoftuar për një denoncim të bërë në polici për kërcimet e marra pasi kishte publikuar avancimet antiligjore të një profesoreshe të Universitetit të Tetovës. Sot, zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Driton Sulejmani ka ftuar organet e rendit të marrin masa, ndërsa ka theksuar se fjala e lirë është vlera më e lartë e demokracisë.
Pas kërcënimeve, zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Driton Sulejmani i ka dalë në mbrojtje Blendi Hodajt, kryetari të organizatës Forumi për Ndryshime në Arsim. Sulejmani thot se fjala e lirë është vlera më e lartë e demokracisë dhe nuk duhet cenuar. Për më tepër ai ka ftuar edhe organet e rendit që të marrin masa. Dënoja është për kërcënimet e bëra ndaj Blendi Hodajt dhe shpreh për krahjen time ndaj tij. Ftoi organet përgjegjëse ta hulumtojnë këtë rast. Fjala e lirë është vlera më e lartë e demokracisë. Kemi bërë shumë në këtë drejtim dhe tani nuk duhet t'i lejojmë askujt ta dëmtojë atë. Reagimi i zëvendës Ministrit Sulejmani vjen pasi dje Blendi Hodaj, kryetari i organizatës Forumi për Ndryshime në Arsim, njoftoi për një denoncim të bërë në polici për kërcënimet e marra pasi kishte publikuar avancimet antiligjore të një profesoreshe pranë Universitetit të Tetovës. Hodaj tha se kërcënimet nuk e trembin, por paralajmëroi se kërcënimet ndaj miqve dhe familjarëve të tij janë vije e kuqe, duke thënë se do të vazhdojë të publikojë raste të ngjashme edhe në të ardhmen. Sot po shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së mediave. Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje në indeksin botror të lirisë së shtypit për vitin 2026. Ndërkohë, Bashkimi Evropian thekson se mediat e lira dhe të pavarura janë themeli i çdo shoqërie demokratike. Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje në indeksin botror të lirisë së shtypit për vitin 2026. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufinj, vendi gjendet në pozitën e 45 në botë, duke vazhduar trendin negativ nga vitet e fundit. Një vit më parë, në vitin 2025, Maqedonia e Veriut ishte në pozitën e 42 me rreth 70 pikë, ndërsa në vitin 2024 mbante pozitën e 36. Kjo tregon një rënje të vazhdueshme në renditje dhe një përkeqësim të perceptimit të lirisë së mediave në vend. Më 3 maj, kur edhe shënohet dita botrore e lirisë së mediave nga Bashkimi Evropian, thonë se mediat e lira dhe të pavarura janë themeli i çdo shoqërie demokratike dhe se gazetarët duhet të mbrohen në të gjitha rrethanat. Qeverit duhet të krijojë një kuadër të fortë ligjor për të mbrojtur gazetarët nga abuzimi me procese gjyqësore. Kufizimi i rrjeteve të korrespondentëve të huaj sot le vetëm më shumë hapësirë për përhapjen e informacionit të rrezikshëm dhe të paverifikuar. Në të njëjtën kohë, kanalet individuale që paraqiten si media përhapin lajme të rreme dhe përcjellin pikpamjet e autoriteteve, në vend që t'i mbajnë ato përgjegjëse. Si rezultat, qytetarët janë gjithnjë të ekspozuar ndaj propagandës dhe dezinformimit që maskohet si lajm. Sipas raportit të përgatitur nga Reporterët pa kufi, faktorët kryesor që ndikojnë në këtë rënje përfshin presionet politike ndaj mediave, dezinformimin, si dhe vështirësitë ekonomike me të cilat përballen gazetarët dhe redaksit. Në moton Europa jon, së bashku më të fortë, delegacioni Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut do të shënoj Ditën e Evropës 2026 me një program të gjerë aktivitetesh që do të zhvillohen gjatë gjithë muajit maj në bashkëpunim me rrjetin Europe House dhe autoritetet lokale në qytete të ndryshme të vendit. Shënimet fillojnë më 4 maj në Manastir, me 9 maj në Ditën e Evropës. Aktivitetet do të zhvillohen në disa qytete, përfshirë Shkupin, ku parku i qytetit do të shndërrohet në hapësirë evropiane me aktivitete kulturore, gastronomike dhe muzikore. Një nga aktivitetet kryesore pritet të jetë xhiroja me bicikleta rreth liçenit të Ohrit, e planifikuar për me 16 maj, që synon promovimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme dhe bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë. Programi përmbyllet me 23 maj me një aktivitet rinor shumë sektorial, i cili do të përfshi forume, ekspozita dhe prezentime të ideve të reja të biznesit. Sipas delegacionit të BE-s, të gjitha aktivitetet janë të hapura për publikun dhe falas. Policia ka njoftuar për disa prej shkeljeve të ligjit që janë regjistruar në pjesë të ndryshme të vendit. Janë privuar nga liria 4 persona nga vendi dhe një nga Serbia të dyshuar për shitje e posedim të lëndëve narkotike. Gjithashtu është raportuar për një përleshje fizike ndërmjet 7 personave para një hoteli në Shkup. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se kanë privuar nga liria 4 persona pas një aksioni të realizuar në disa lokacione të ndryshme. Sipas MPB-s, gjatë kontrollit tek të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar substancë pluhure bardhë dhe marijuan.
MPB ka theksuar se në mesin e të ndaluarve janë persona të moshave të ndryshme, përfshirë edhe një të mitur, të gjithë nga Shkupi, si dhe një shtetas nga Republika e Serbisë. Sipas tyre, rasti është në procedurë dhe pas dokumentimit të plot, pritet që ndaj tyre të ngritet parashtresa përkatëse. MPB ka njoftuar edhe për një përleshje fizike mes disa personave para një objekti hotelierik në zonën e qendrës në Shkup. Më 3 maj 2026 në orën 1:15 në sektorin për punë të brendshme në Shkup, u njoftua se para një objekti hotelierik në zonën e qendrës në Shkup është prishur rendi dhe qetësia publike, me përleshje fizike ndërmjet 7 personave nga Shkupi, Kratova e Kumanova. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të pasojnë parashtresa përkatëse. Gjithashtu, MPB ka njoftuar se nga institucioni publik shëndetësor Shën Naum Ohridski në Shkup, është njoftuar se tek ata me lëndime është sjell një 36 vjeçar nga Shkupi. Sipas MPB-s, rreth orës 12 në zonën e Kisellavodës në Shkup, derisa po lëvizte me automjetin e tij, ai ishte ndaluar nga një person të cilin e njihte dhe pas një mosmarrveshjeje ai ishte sulmuar fizikisht prej tij. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë detaje lidhur me marrëveshjen e nënshkruar me SBA-n për gazin e lëngshëm. Rama tha se kjo marrëveshje ndihmon Shqipërinë drejt pavarësisë energjetike, duke shtuar se Shqipëria do të furnizohet me gaz natyror nga SBA për një periudhë 20 vjeçare. Ishte kjo një javë ku hodhëm një tjetër hap të rëndësishëm për sigurinë dhe pavarësinë tonë energjetike. Nënshkruam një marrëveshje strategjike, bashkëpunimi për zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe furnizim me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka theksuar Edi Rama. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump duhet të zgjedhë mes një lufte të pamundur ose një marrëveshje të keqe me Iranin. Nuk ka vetëm një mënyrë për ta lezuar këtë. Trump duhet të zgjedhë mes një operacioni ushtarak të pamundur ose një marrëveshje të keqe me Republikën Islamike të Iranit. Hapësira për vendimarrje e SBA-s është e ngushtuar, thuhet në deklaratë. Teherani ka dërguar ushtrisë amerikane një afat për përfundimin e blokadës ndaj porteve iraniane. Departamenti iranian gjithashtu theksoi se Evropa, Kina dhe Rusia po mbajnë një ton me kritik ndaj SBA-s. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka bërë thirrje për një hetim të plotë mbi vrasjen e gazetarëve në zonat e konfliktit, përfshirë Palestinën, Libanin, Ukrainën dhe pjesë të Afrikës. Me rastin e ditës botërore të lirisë së shtyput, Kallas tha se viti 2025 ka qenë më vdekjeprurësi për gazetarët në mbar botën dhe se vrasja, plagosja apo kërcënimi i tyre është bërë realitet tronditës. Vrasja e gazetarëve dhe profesionistëve të medias, siç kemi parë në luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe në konfliktet aktuale në linjën e mesme së fundmi në Gaza dhe Liban, si dhe në Afrikë, duhet të hetohet plotësisht dhe përgjegjësit duhet të mbajnë llogari, ka thënë ajo. Ahlam Abdullati, një piktore që jeton në jug të ripit të Gazës, u mëson fëmijëve të shprehin atë që nuk mund ta shprehin me fjalë përmes letrës, lapsave dhe furçave në një studio arti me tenda që ajo e krijoi me piktura dhe materiale të shpëtuara nga rënojat. Para sulmeve izraelite, ajo kishte një shtëpi dhe një studio arti dhe merrte pjesë në ekspozita. Ashtu si mira të tjerë në Gaza, artistja humbi gjithçka që zotronte, por vazhdoi të punonte për ta bërë zërin e saj të dëgjohej nga bota. Pasi arriti ta shpëtonte një pjesë të vogël të pikturave të saj nga rënojat, artistja palestineze e transformoi tendën e saj së pari në një studio arti dhe më pas në shkollën e projektit Ahlam. Në këtë tendë, të cilën ajo e përdor si shtëpi dhe si studio arti, piktoria filloi të ofroj arsim dhe mbështetje psikologjike për fëmijët që kanë humbur prindërit e tyre. Kanë nevoja të veçantë ose kanë probleme me të folurit.
Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për momentin, bashkë miru pafshi.